Prandaj, edhe është krejt ndryshe nga gjitha herët e tjera, mbledhja jonë sot këtu. Këtu në këtë shesh, ku qëndron dëshmitar dhe udhëfyes stoik, shëmbëltyra e profetit ton kombëtar, hipur mbi kalin e historisë shqiptarëve. Ka thënë dikur një mendimtar evropian, nëse është e vërtet, siç e pohon edhe vetë Kurani, se Zoti i ka dhuruar çdo populli një profet në gjuhën e tij, Shqipëria pati te Skënderbeu profetin e pavarësisë saj, heroin që mbolli farën e madhështisë dhe fateve të lume të kombit të tij. Dhe këtu në këmbët tona, me qindra e me mira plakzat e sheshit që mban emrin e profetit, rrëfejnë hijen e gjatë të qenies sonë shqiptare, nga njëri cep i vendit në tjetrin, po edhe përtej. Tokën e zhuritur nga gjaku, lotët dhe djersën e shqiptarëve në shekujt e shumë të ekzistencës tyre, dignitetin burnor dhe jeshin amësore të kësaj toke. Rrëfejnë një copë martire të trupit e Europës, dëshmitare kobesht pa dëgjuara dhe përtritjesh që nuk kanë të dytë nga njëri cep i kontinentit në tjetrin dhe përtej. Rreth 100 vjet më parë, një udhëtar evropian shkruante se ndonse pak orë lundrimi e ndajnë Italinë nga Shqipëria, teksa zbret në brigjet e saj, do kishe vënë bast, se ky vend nuk ishte Europë, por ishte Azi. Të thoshe se Shqipëria ndodhet në Azi, çdo profesor do të vinte notën 0 në gjeografi, por sensi i realitetit do të kishte vënë notën 10. Por ja që koha e deshi, fati ynë i madh e deshi, që në këtë shesh të Skënderbeut, kërthiz e Mëmdheu dhe Xhevahir i kryeqytetit tonë evropian, i lëmuar si një gur që ka rënë nga yjet dhe i panë si një det i lundruar nga historia, ne të kemi shansin historik që të hedhim hapin përfundimtar drejt bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim me Azinë. Për ne, sot këtu, përfaqësuesit dhe përfaqësueset e popullit socialist dhe progresist Shqipërisë, nis e përpjeta e fundit drejt Europës.